Po afrohet data 13 nëntor, ku aty mund të qartësohet gjithçka në rast se Anglia i shkakton humbje Serbisë në Londër dhe Shqipëria fiton në Andorra. Atëherë Shqipëria blindon përfundimisht vendin e dytë dhe siguron biletën për në play-off për të luftuar dhe kërkuar një vend në kampionatin botëror. Futbollisti serb Nemanja Maksimović tha se ndeshja me Shqipërinë do të mbahet mend për një kohë të gjatë në vendin e tij. Maksimović, lojtari i ekipit të Serbisë, beson se Federata Serbe e Futbollit bëri lëvizjen më të mirë të mundshme, duke ja besuar pozicionin e selektorit të ekipit Veljko Paunović pas largimit të Dragan Stojković për humbjen historike me Shqipërinë. Ai tha se plaga kundër Shqipërisë do t'i dhenë për gjithjetën, shkruan media serbe Kurir. I pyetur nëse a ka Serbia ndonjë gjas kundër Anglisë më 13 nëntor, ai është shprehur: "Sinqerisht, pas humbjes 0-5 para një numri të madh në Maracana, të bësh deklarata tani nuk është realiste, por në futboll ka gjithmonë një shans. Përsëri duhet të them, nuk është realiste që ata të na japin përsëri 5 gola. Jam i bindur se nëse luajmë 10 ndeshje të tjera kundër tyre, ata do të na japin 5 gola. Do të ketë një energji të ndryshme në Wembley, një dëshirë të ndryshme, një fat sportiv të ndryshëm, shpresë dhe besim në një mrekulli", tha ai. I pyetur se si e shikon ndeshjen Serbi-Shqipëri tani pas asaj humbje dhe pse kombëtarja serbe ishte aq e dobët, anemike dhe pa ide në ndeshjen e luajtur në Leskovac, ai shprehet: "Para se të më pyesni, duhet të them se kjo ndeshje do të shënoj karrierat tona. Ka pasur humbje më të rënda, por nuk kemi humbur kurrë një ndeshje kaq të rëndësishme më parë. Dhe kjo është arsyeja pse do të mbetet një plag në shpirtrat tan. Nëse do ta kishim hapur ndeshjen në kohë me një gol dhe do të kishim disa raste, kush e di se ku do të kishte shkuar e gjitha. Pas kësaj ne humbëm përqendrimin dhe disi ishte sikur na mbytën. Shikoni, ai 0-5 kundër Anglisë, ai gol nga Shqipëria, e shpjegoi këtë duke thënë se e humbëm besimin, jo vetëm tek njëri tjetri, por edhe tek vetja, nuk besonim se mund të ktheheshim në ndeshje. Është e qartë se në futboll, siç ndodh në jetë, nuk bën diçka të drejtë dhe për këtë arsye nuk meritonim të shënonim një gol, të barazonim apo pastaj të mendonim për ta mundur Shqipërinë", tha Maksimović. I pyetur se çfarë ndodhi në zhveshtoren e ekipit serb pas ndeshjes me Shqipërinë dhe nëse ka pasur ndonjë problem mes vetë lojtarëve serb, ai tha: "Për mua keqardhja më e madhe nuk është vetëm humbja ndaj Shqipërisë, por atmosfera në atë ndeshje ishte sikur të mos ishte një atmosferë futbolli. Dhe çfarë lloj atmosfere kishin në shtëpi kur luanin kundër nesh? Tmerruese. Ne nuk arritëm të tërhiqnim shikuesin në Leskovc, të paktën të na brohorisnin gjatë gjithë kohës", tha ai. I pyetur se pse ndodhi kjo, ai u shpreh: "Ne në Shqipëri nuk mund ta dëgjonim njëri tjetrin, çfarë zhurmë shurdhuese ishte në atë stadium. Atmosfera ishte e nxehtë, por edhe e këndshme për të luajtur. Më besoni që e shijova. Përveç mesazheve dhe provokimeve të tyre politike, po nuk i dëgjova. Po ne, në ndeshjen e dytë e gjitha kjo që ndodhi dhe negativiteti që rrethonte ekipin kombëtar, na bëri që të humbnim energji dhe kështu bëri edhe publiku. Askush nuk po brohoriste atje. Përsëri ne lojtarëve na fajsojnë, edhe nëse do të kishim treguar se donim, edhe nëse do të kishim treguar energji. Nëse do të kishim treguar diçka për një moment, ndoshta do ta kishim gëzuar publikun ton. Ja shembulli më i mirë, lojtari i tyre, ai që shënoi golin ton, po festonte në mënyrë të tepruar para stolit ton. Askush prej nesh nuk reagoi, as kjo nuk na zemëroi. A nuk ju tregon kjo se në çfarë humori negativ ne ishim? Ai gol na fiku, më besoni, po flisni për pësimin e golave kundër Anglisë dhe pastaj e njëjta gjëna ndodhi edhe kundër Shqipërisë. Thjesht nuk e pam se çfarë po ndodhte përreth nesh. Dhe pastaj në përfshiu nervozizmi, filluam të nxitonim, nuk kishim më energji, nuk di se ta shpjegoj të gjithën", ka rrëfyer Maksimović.